Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të drejt për drejt, si çdo mesditë, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, ku ditën e sotme një 44 vjeçar babai 3 fëmijëve është në kërkim të tyre. Për më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, Anila Akmataj, dhe rikthehemi drejt për së drejti, jo vetëm me 44 vjeçarin, por do mundohemi që nga ana tjetër të dëgjojmë edhe pikërisht zërin e familjes së ish-gruas apo të vetë zonjës në fjalë të nënës së 3 fëmijëve, pse gjykata vendosi kujdestarin e këtyre fëmijëve ndaj zonjës, dhe kjo e fundit ka penguar ditët dhe javët e fundit që babai të takohet pikërisht me këta 3 fëmijë. Ndjekë materialin. Historia që do të trajtohet ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur ka të bëjë me një 44 vjeçar, babai 3 fëmijëve të mitur, i cili rrëfen dramën dhe konfliktin që po përjeton pas ndarjes nga bashkëshortja. Sipas dëshmisë së tij, vite më para i njohu një grua me një të kaluar të vështirë, të cilën vendosi ta pranonte dhe ta ndërtonte jetën me të, duke krijuar familje dhe sjell në jetë 3 fëmijë. Por pas divorcit, marrëdhënia mes tyre u përkeqësua, ndërsa gruaja nisi një lidhje me një shtetas grek dhe vendosi të jetonte me të. 44 vjeçari pretendon se kunati i tij ka marrë fëmijët dhe i ka nxjerrë jashtë territorit të Shqipërisë në mënyrë të paligjshme. Ai kërkon drejtësi dhe rikthimin e fëmijëve pranë tij. Ndiqni rrëfimin e plotë dhe detajet e kësaj historie. Detajet e historisë do t'i mësojmë vetëm nga një lidhje drejt për drejt me 44 vjeçarin, me mua në studio Eduard Tafa, psikologu ynë klinik. Përshëndetje Edi, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë se vjen. Me sa dëgjuam edhe nga kronika e përgatitur nga kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur, flitet për një divorc shumë të vështirë, për një martesë me një grua që sipas 44 vjeçarit ka pasur një të kaluar të trazuar, vendosi ta bonte nënën e fëmijëve dhe bashkëshorten. Megjithatë, me sa duket shqiptarët Edi nuk e përtypin dot fjalën jo dhe stop një marrëdhënie për të nisur një tjetër lidhje. Këtë do ta dëgjojmë nëpërmjet rrëfimit të këtij 44 vjeçari, të cilin e përshëndes në këto momente. Zoti Ladi, përshëndetje. Në radhë parë falenderoj që je pjesë e emisionit Me Zemër të Hapur për treguar historinë tënde. Në radhë parë falenderoj, do të ndihmoni me këtë familje time të kalamajt e mi. Unë jam 44 vjeç. Po. Në 2020 kemi kaluar me kufirin e doganës ligun në Greqi. Kemi qëndruar për 3 vjet, kemi qëndruar në Qilini, në një vend të Greqisë i thon Qilini. Atëherë, zoti Ladi, me mirëkuptimin tënd, do doja të mos dilnim deri tek 2020-a. Por, fillimisht të kuptojmë se çfarë ka ndodhur me divorcin tuaj, që më pas gjykata e ka miratuar kërkesën për divorc dhe kujdestaria e fëmijëve i ka takuar nënës. Ndalojmë pak vite më parë, zoti Ladi, për t'i bërë këtë analizë ashtu siç duhet, për të kuptuar pse nëna i ka marrë ata 3 fëmijë. Dhe ti akuzon drejt për së drejti ish kunatin tënd, vllajën e ish bashkëshortes, që është daja që ti ka marrë fëmijët dhe i ka kaluar në mënyrë të pa drejt jashtë territorit shqiptar. A është e vërtet kjo gjë apo jo? Do ta diskutojmë vetëm pas pak. Shumë e vërtet, kam dërguar e foto ku është makina të shtëpia e gruas. Qartë, unë e kam atë foto, por është një makinë me targa private që nuk mund të sënojmë dinjitetin e askujt në këtë studio, prandaj në anonimat të plot. Ju nuk i keni emrin Ladi, po kështu do t'ju thrasim neve. Ti ke një emër më të gjatë, por për shkak se kjo histori ka dinamika shumë të forta, do donim që ditën e sotme të mos përmendim as emrin tuaj dhe as emrin e askujt, dhe jo më të japim edhe një makinë private të dikujt. Zoti Ladi, më dëgjoj pak, si e njohur ti dhe bashkëshortja juaj dhe kur jeni njohur bashkë, në çfarë viti? Ne jemi njohur në 2008. Në 2008, po. Si jeni njohur? Për stacionit treni për pje kafe, më ka ardhur, më ka kapu qafe. Më tha, do njëshin bashkë me mua, më tha, unë të dua. Atyre e mora, krova një familje, unë gjë se dashëroja, nuk ishe, pret para ty e njojta, meri i vlaja sej, po e një dhe i këtej, i tash po vej vite se një ngëllër me motërën tënde, bëm një bufet të vollu, unë fiuam, krova një familje, bëm një djallin e madhë arion, bëm një fëmi, pas e bëm të dytin, bëm të tretin. Zoti Ladi, të lutem të ndalojmë pak tu në 2008-ën, kur ti konsumon një kafe, dikush
pas teje, që ishte një grua, që u bërë nëna e fëmijëve të tu, të erdhi, të përqafoj, të puthi dhe të tha, unë dua të bëhem gruaja juaj. Po si ka mundësi që ju e vendosët kaq shpejt lidhjen tuaj, sa që ndruat me njëri tjetrin përpara se të shkonit drejt martesës? Se është një njohje paksa e çuditshme, që nuk na ka ndodhur në një rrëfim më parë në këtë studio. Jo mua, unë nuk do t'i them ato se nuk do t'a atendoj dhe se shnene ka larmajve, pa më ka thënë mua në fillim, por më ka thënë çupat e hallës tim më ka futur në një rrugë shumë të keqe. Vajza e hallës së saj e kishte nxjerr në një rrugë shumë të keqe. Pra, kuptohet që... Po, më thanë, nuk dua ta bëj këtë metën, e do të krijoj një familje. Unë nuk kjo as nëna as babaj. Po pse të zgjodhi pikërisht ty? E kishte bërë më parë edhe me persona të tjerë? Pra, në qoftë se kjo grua, vajza e hallës, kushurira, e kishte futur në një rrugë të keqe që ju, bravo ju qofte, e lini të nënkuptuar dhe nuk e thoni troç, ashtu si çdo burr mund ta shfrytëzonte në një moment të tillë, ajo erdhi të përqafoi dhe tha, unë jam në një rrugë të keqe dhe dua të dal nga kjo rrugë. Tani, ti e more për keqardhje, apo vërtet fillove të ndjeje diçka për zonjën? Shiko, mora parë me eri keq se të mash një femër, ta punosh, nuk e di se si eshe të ardha dhe se femre, po unë me gjitha të unë ndihmova, e mora që në shtëpi, krijova një familje. Çfarë të kishte treguar ajo për atë? Po shumë të ty të harroj, jesë ti s'ke bërë si gjë. Ladi. Ti do jesh nusja ime, tash do jesh jeta ime, çdo gjë do dalun kraj tash. Të lutem, andalojmë pak këtu. Ti e kishe të vështirë në atë moment të jetoje, ta bëje nënën e fëmijës, bashorten tënde, këtë zonjë e cila në fakt... Jo, asnjëherë është të vështirë, po e mora vetëm ka ardhur keq. E more për keqardhje. Pra, në sa vite keni... Ishte 24 vjeç, nuk isha asnjë lloj problemi. Të lutem, Ladi, për gjitha ato vite që keni qëndruar bashk, tani keni qëndruar për keqardhje, apo keqardhja ishte në fillim dhe më pas ti e deshe këtë grua? Shko, në fillim e edhe keq. Pastaj mu fut dashuria. Po. Bëra një fëmijë, më afro sa më shumë, më afro dashuria, thash, kjo është jeta e ime, thash, kjo është zemra ime. Kjo do të kalojmë me këtë do të vdes tash. E unë dhamë thamë unë me ty do të vdes. Okej, Ladi, si e priti familja jote? E mësoi ndonjëherë familja jote që gruaja e arshme e jotja kishte pasur një të kaluar të trazuar, të vështirë, se asnjë grua nuk do të përfundoj rrugëve ashtu si ju e deklaruat pak më përpara. Aq më tepër që e kanë përdorur familjarë të saj. Si e priti familja jote? Mësoi ndonjëherë familja jote këtë fakt? Jo, nëna ime, baba ime më tha vetëm ka një vallë, ku e ke gjetur tash e kam dashuruar në Tiranë. E më tha, një mirë, tash e kam njohur shumë mirë, e kam njohur shumë vite tash unë. E sot nuk të da marrë, se është nuse ime, tash ne haçova të shtëpia ime, te nëna te babaj. E qartë. Ladi, tani ajo erdhi në shtëpinë tënde dhe ti the që mua nuk më duhet e kaluara jote, mua më duhet e tashmja dhe ardhmja. Përpara se dalim këtu, ti ndërkohë për familjen e saj pyete sa motra, sa vëllezër, prindrit, ndoshta dhe vajzën e hallës që e kishte futur në atë rrugë. Pra, ajo u shkëput totalisht... Asnjë nuk po nuk pjota fare. Ladi, ajo u shkëput totalisht nga familja e saj, kishte marrëdhënie vajza e asaj kohe me familjen? Ajo, mbas kur njoh me mua, mbas 2 javë se vjet me mua, vajta më pastaj me prindërit mi çava baban e nënën atje të shtëpia saj. Po. E gjatë atëre pastaj unë e mora çova në familjen time. Familja e vajzës, e dinin se çfarë kishte bërë vajza e tyre pa dëshirë ndoshta? Dhe ishte shfrytzuar nga vajza e hallës? Nuk di gjë ja. Shiko, ata nuk e dinin që vajza e hallës e kishte shfrytzuar? Nuk di gjë, nuk e, marrë të kanë ditur, marrë të kanë ditur, por nuk di gjë, nuk ja do të dhënë për ato gjë se nuk di gjë se çka kanë bërë. A ishte dakord familja e vajzës që ti të ishe bashorti i saj? Po. Si ka qenë marrëdhënia juaj me familjen e vajzës në fjalë? Shumë mirë, kam kaluar shumë mirë, kam ndihmuar për çdo rast, për çdo probleme, u kanë dalë krah, për çdo lloj gjërash, për çdo lloj problemesh, çdo lloj si me lekë, si me kështu, me spitale, me të gjitha, i kanë ndihmuar jashtëmase. Ndërkohë, bashortja juaj që u bë vajza në fjalë, mbante komunikim me vajzën e hallës?
Ja të jo, kiku e shledhur me mua, nuk kishte asnjë lidhje me ato. Sjellja e saj në familje filloi të ndryshojë, ajo vërtet e kërkonte këtë jetën e re që të tha në momentin e parë kur të përqafoi? Po, ajo deshta ishte shumë e ngarkuar, e prapë sot i këtë ditë, nuk e ka në vetë se është nda në mua. Ate ka shtyri i vllajve të janë për të nda në mua. Po, shiko, në qoftë se ti e nxore nga rruga, i dhe një familje, bët edhe 3 fëmijë bashkë, ku është interesi i nënës edhe i vllajt të ish bashortes tënde për të qenë kundra teje në qoftë se ju kishit këtë martesë të lumtur? Se bëron të batën e Greqi, thash mos atë ikna babës Dimitriu, thash mos rrinë këtu të shtëpia babës Dimitriut, e ajo rrinte me një romune. Pra, ju nga Shqipëria kaluat po. Jo, të ndalojmë pak. Mos e pyet burrin ti, mos e pyet latin, mos ashtu. Kuptova. Do çdo gjë fëmia dolën nga kontrolli. Çupa i fillon të pinte cigare 10 vjeçë. Sa 11 vjeç? 10 vjeçë çupa i ka filluar cigare e blida i greku. E i bëj thirrje, atë i greku sot i bëj thirrje mos të lidhet në çupën time, mos ta marrë telefon. Mos ta marrë në Greqi ti tota të jap shtëpi, të jap pasuri, ta je mashtron. Është një burrë që ka ikur shumë grave, ka ndarë shumë familje i greku, ka çuar shumë nuse të reja i kanë nxjerrë jashtë rrugëve, i ka çuar rrugë për prostitutë në Greqi. O Ladi, të mos kalojmë tani nga bashkëshortja tek vajza, do kemi mundësi të flasim edhe për vajzën. Dhe ti bësh këto thirrje të drejtë për drejta, vajza është një adoleshente, megjithatë ti bën thirrje këtij greku që nuk e di a do ta ndjeki këtë emision apo jo, a kupton shqip apo jo. Gjithsesi, ti e përcjell këtë mesazh për vajzën tënde dhe për nënën e vajzës. Le të ndalojmë pak këtu, sa vite martuar qëndrove me zonjën ti? 18 vite. Kur vajtët në Greqi dhe si ishte lidhja me këtë shtetase rumune? Unë në Greqi kem vajtur në 2020. Në 2020 që nisë ta tregoje në fillim. Po, vajtët në Greqi dhe çfarë ndodhi aty? Vajtët në Greqi, kërkojta një shtëpi, gjeta një mushtetje. Qyna më shtetë ne vetëm për interes për të shkatruar mua nga familja. Për të ndarë mua nga gruaja. Unë e kuptova i thosha gruas, gjithmonë. Bruna, grua e. Hajtë të largojnë aty këtuja, më morë më futën në burg. Po pse çfarë bëre ti Ladi që të futo në burg? Se diçka do kesh bërë. Po, këtë krisja gruas, më thosha hajtë tikën aty greku. Edhe një herë të lutem? I thosha gruas hajtë tikën aty greku, i thosha mos rri me këtu te greku. E kuptoj. Ajo po unë kam babain tim, e putën syt tim, i thosha mos e put mua. Ajo vinte 4 për qafe e putën syt tim. Po si mund të puthte një person tjetër në syrin tënd? Po nuk e di unë se si e put ajo, unë e put është se kam babain tim. Pra ishte një... Tani ta kuptojmë pak, ky zotrin në mosh, pse ishte pjesë e familjes tuaj? Dhe ajo thoshte e kam si babain tim, si? Kishte i parë shtëpia ti, kisha marrë i parë shtëpia i greku. Pra ju ishit me qera dhe i kishit marrë banesën? Në fillim i dha me qera, pastaj më tha nuk dua qera thaj. Dua thaj më shërbej nusja ta jote thaj më lajt më shpej rrobat thaj mbet ngran thaj. Ishe dakord ti? Ishe dakord ti për këtë gjë? Unë në fillim nuk isha dakord për ato gjë, unë e kuptova se çfarë bënte ai lloj njeriu. Sa vjeç ishte zotri janë fjalë? Ajo 67 vjeç, 68 vjeç. 68 vjeç. Megjithatë, në takoj ishte 65, para 3 vjetësh. Mirë, megjithatë. Po, megjithatë, ti e pyete ish bashorten tënde që nuk ishte normale që të përqafohej me këtë zotri të cilin i shërbente dhe nuk paguani qeran? I fisja shumë herë, tentova 2-3 herë për të varë vetën në Greqi. Ka ardhur veç dhe mi, pastaj më ka shkutuar vllai im në një byll udhiri që desha të varja vetën në Turpi. Se nuk e kaloj dot me, nuk e kërpysja dot me. Unë jam me gjithmonë jam i djalë se mua se s'kam miliardierë, po s'kam lek, po jam i djalë me zemër të pastër, jam i djalë me drejtësi, jam i djalë nuk do të bëj e kupton nuk do të bëj gjëra budallike rrugë apo qyshtek. Duhet shikoj vetëm ndjesën time ato 2 lekë apo më mirë pa buk e vetëm të kem deri. Ladi, më thej që në shtetin grek e përfunduar në burg. Përse? Nuk ka futur baba Dimitriu, jo se unë vrisja gruan. I vinte keq për gruan time. Pra, ka ardhur polician, ka arrestuar polician, ka thënë. Të lutem, Ladi, ti e ke kërcënuar gruan tënde? Asnjëherë, vetëm se i kanë folur po. E ke dhunuar fizikisht? Asnjëherë në botë, kur në Greqi futesh burr për një qen, jo për të vrasë gruan, dhe fëmijët.
Shiko, në qoftë se ti e para punës njerë nuk e arritur deri në atë pikë për ta vrarë, ama për ta shantazhuar, për ta dhunuar psikologjikisht, ndoshta dhe fizikisht, mund ta kesh bërë, se jo më kohë dënohen. Po, i ka folur. Po, I ka folur, i kam thënë, unë i thoshe, nuk i thoshe grua, unë i thoshe më i ne. Varet, të lutem. Ajtë bashkëtojnë se shesho nuk e mbarë tuja. Tu nuk kemi gjenë jetë, se do shkatohet familja. Do në shkatohet familja. A ty ajo pasaj mori e rrugën e la, mori e të gjëj shkavin e babën Dimitrim. Ladi, më dëgjoj me vëmendje. Është tjetër të komunikosh me gruan dhe është tjetër të flasësh me tonin, të cilin e kuptoj dhe sot në transmetim të drejt për drejt, se kur të puthet gruaja në syrin tënd me dikë dhe thotë kam si babain tim dhe më hon gjithçka, patjetër që ndoshta si Ballkanas gjaku na hipën në kokë dhe ndoshta ti si ke kontrolluar veprimet e tua, por kjo ndoshta mund të ketë qenë vetëm një paranoje jote dhe asgjë e vërtet nga ana e ish-gruas. Pra, e gjithë kjo situatë sa qëndrove në burg një herë? Unë kam bërë 15 ditë burg e kam nxjerrë veç nga burgu pas. 15 ditë burg. Për çfarë? Për çfarë motivacioni? Për kërcënime ndaj bashortes? Asnjëherë në botë më thoshte ti ke kërcënuar, thoshte e marr një grek aty në familje, thoshte asnjëherë në botë, thoshte nuk e kam bërë atë gjë. Ti u dënove për këtë gjë apo jo, se 15 ditë ke qëndruar në para burgim, derisa situata është zgjidhur. Po atëre ti je dënuar për shantazh apo jo? Kërcënim. Unë isha atje në 15 ditë, ata nuk gjetën asnjë lloj prove se unë kisha bërë ato gjëra. Shiko, mbas qëndrimit tënd 15 ditë në para burgim, u ktheve në familje, fole me gruan, fole me fëmijët? Jo, më nxorën në Shqipëri. Pra, pas burgut, ti erdhe me njerë në Shqipëri? Po, më nxorën Kakavi, u ktheva valla prapë në Greqi, ku ka vajtur, ai plagu ka marrë gruan time, fëmijët e mi ka mëshyrë. E tash, o të barba i tash në, dua tash në Kalamajt e gruan ku i ke quar. Ai ka marrë policinë në telefon, ka thënë, asi ka ardhur Vasili. E deshte gjithë mund të largon dhe mua në Kalamajt e në agruet më fuse prapë brenda në burg. Mirë, Ladi, ndërpresim këtë bisedë së bashku për të rikthyer në pjesën e dytë. Lançojmë publicitetin dhe rikthehemi me njëherë. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi drejt për së drejti në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Lidhemi përsëri me 44 vjeçarin, me zotin Ladi. Zoti Ladi, më dëgjon? Po, gjë shumë mirë. Atëherë, do doja të pyesja në këtë kushte, besoj se kështu nisi edhe problemi juaj i divorcit. Kërkesën në gjykat për të divorcuar, e ka kërkuar zonja apo e keni kërkuar juve? Atë e ka kërkuar zonja bashkë të vllajën e tjema. Pra, në momentin që ju përfunduat në para burgim 15 ditë, sepse kishit kërcënuar shtetasin grek, por edhe ish bashorten tuaj, me sa duket familja e vajzës dhe ish bashortes, që shumë mirë kanë bërë, kanë qenë në krahun e saj, sepse flitet për një kërcënim që ju i keni bërë. Pra, nuk keni ditur të flisni në mënyrë të qytetruar dhe e kuptoj këtë, duke qenë se tradhtia sipas jush ka ndodhur në syrin tuaj. Atëherë, ku u bë gjyqi i divorcit? Besoj se është bërë në Shqipëri, apo jo? Po, ndarja është bërë në Shqipëri, po ne nuk kemi patur sherrë në Greqi, nuk kam patur rast këtë cënimi në Greqi të ashtu Kalamajve, vetëm ka patur vetëm një kampodhur me të mira. Shiko, vetëm një flisja i bëja, i thosha mos merr këtë rrugën e keqe. Dëgjoj, Ladi. Po. Ladi, unë dua të di në gjithë këtë histori. Po. Ladi, unë thosha gjithmonë, thosha mos u merr në një rrugë të keqe. Unë kam një shqiptar, kam njerëz të tjerë që i kanë folur ose i kanë thënë zonje, është rrugë shumë e gabuar. Ladi, të bëj një pyetje, nëse zonja do të vinte dhe do të thoshte, kaq ishte martesa jon. Të falenderoj për gjithë vitet që kemi qëndruar bashk. Kemi dhe 3 fëmijë, por unë tani kësaj martese do t'i them jo, stop, sepse ndoshta do të filloj një jetë tjetër. A do ta kishe pranuar këtë komunikim në këtë lloj forme? Po, ta kisha pranuar. Të lloj ashtu duke nuk është as i pari as i fundi ose janë dhëna familja. Po jo me këtë lloj të bëj këtë mashtrim me ajo të thotë pastaj të marr fëmijët e mi, ti nxjerrja shtetit nuk ka shans. Ja, para se dalim tek fëmijët, ndërkohë që ju kishit probleme me nënën e këtyre fëmijëve, fëmijët çfarë qëndrimi mbani? A ishe ti një baba i përkushtuar për fëmijët e tu? Pra, problemin e kishe vetëm me ish gruan apo edhe me fëmijët?
Fëmijët e mi gjithmonë janë të vishin të vegjël, atëre nuk dini se çfarë bësh në atë botë. E fëmijët e mi, jo fëmijët e mi, po janë po tishan, kanë fëmijët do mbajnë anën e nënës. Jo, nuk është kështu Ladi që fëmijët ishin të vegjël, se edhe një grua kur është atzan, fëmija në barkun e nënës kupton gjithçka nëse nëna kalon një periudhë të vështirë. Aq më tepër fëmijët tuaj, të cilin fëmija më i madh thua ti vajza, në moshën 10 vjeçare ka filluar të pi dhe të konsumoj duhan, cigare, kështu që të lutem. Shiko, Ladi, nuk mund të thuash këtë e ka bërë greku, këtë e ka bërë ish gruaja, sepse edhe ti ke rolin tënd në familje, edhe si burrë edhe si baba. Pra duhet t'jesh prezent në jetën e fëmijëve. Burri nuk duhet vetëm të punoj dhe të sjellë të ardhura. Burri të punoj, të sjellë të ardhura, po ashtu edhe gruaja, po të jenë të dy kontribues në edukimin e fëmijëve. Prandaj kemi pak kujdes këtu. Ti arritet komunikoje me vajzën, ti thoje që pse e pin duhanin, kush ja kishte mësuar, çfarë problemesh ka. Kur i kisja vajzës, i thoshja, se unë vajzën e kam në nënës time, i thoshja babë, të ka babi zemër, të lutem mos pi duhan, vetëm se t'jo, mëso, të ka babi shpirt, ti do të bësh një vajzë e bukur, do të bësh një vajzë me shkop të lartë, babi do të jesh disa lartë akoma. A dilni të dy... Ku ishte kohë, babi tashu nuk ishte shkollë, ishte rëmuja, babaj ka vojtër shumë, në këtë jetë... Ladi, Ladi, të lutem, a dilni të dy si babe bi me fëmijë të luani, të argtojni, të kuptoje dëshirat e tyre? Po, i kanë të tëra, i kanë edhe panzjerë. Shiko, ato çfarë qëndrimi mbajtën, kur ju vendosët për të divorcuar, se një fëmijë i vjen keq kur babai, si që prezanton veten ti, dhe nëna divorcohen dhe marrin një vendim, fëmijët nuk e presin mirë. Ata si e pritën? Ata e ka pritur shumë keq, po ata kanë frikë vetëm nga Daja. Po çfarë lidhje ka Daja këtu, deri në momentin që ju keni jetuar në Greqi? Po Daja më lidhje ka, Daja nuk i le të takojmë me fëmijët. E Daja ka bërë presion, nuk ka thënë, mami do ndaj nga babi, po ju ku do vrini? Po mirë, në qoftë se Daja... Se mami nuk u afro me pasej, mami nuk u do, ne do ikin, do bëjmë, nuk e di që i ka thënë, ka bërë mendjen. Në qoftë se Daja i komunikon fëmijëve divorcin e motrës së tij, pra të nënës së tyre nuk ka asgjë të keqe në gjithë këtë histori. Daja nuk mund të marri përsipër qëndrimin që niprit apo mbesa. Unë do ta di një gjë, nuk më intereson çfarë vite kanë kaluar apo se çfarë gruaja. Unë do një gjë do të gruaja ka çoka na majtë ja shteti. E kush i ka kaluar? E kush ka edhe firmën time? E kush do të ka bërë letrat? E ka marrë kalamajt e mi ka çonë në Greqi një javë. Ja pa shkollë. Po, do dalim edhe ke pika e fundit që juve ju ka irrituar shumë edhe me të drejtë. Nuk i intereson se ku është ajo zonja. Mo mi intereson 3 kalamajt e mi. Shiko, edhe neve... Zoti Ladi... Kush i ka çonë në Greqi? Ladi, më dëgjoj pak. Dakor. Ka ardhur fotografi e makinës. Më kanë thënë, zbrdhën 3 kalamajt e ty këtu. Edhe firmën jo i thashun. Ku ishe në punë, ku më ka marrë në orën 12 telefon. E ka marrë edhe zotrin telefon, ka thënë mos, ka zotin në i kanë dhe i kanë. Më ka bërë presion. Ladi, kjo ka ndodhur së fundmi, fundjavën e kaluar edhe fillimin e kësaj jave. Çfarë vendosi gjykata për juve? Pse ja la kujdestarin vetëm nënës? Ti kërkove kujdestari për njërin nga 3 fëmijët? Si? Unë pranoja të ndashja, ajo fillon dhe shumë budallikje, shumë gjëra në goja, thoshte për familje, për fëmijët. Ato e se thoshte, nuk e shesh asë jere për këtë. Neve ku të duash, bëjnë analizat, bëjnë që të duash. Qfarë, të lutem, Ladi, e di që je i mërzitur, por të lutem, nuk mund t'i edhesh fjalët në ajër edhe të mos i komentojmë. Qfarë pretendoj ajo në gjykat për fëmijët, se s'po të kuptojmë, që nuk janë fëmijët e tu? Qfarë analizash, për qfarë bëhet fjalë? Jo, se janë fëmijët e mi. Po qfarë? Po thoshte se unë gjose të mëtoja, gjose unë e mija që këntime që e në banjën la kurikë. Pra, ti ke qenë një baba abuzues? Po, e gjose unë e mija kalamajt e mi, në cilë e ashteri për të ripur. Po, a janë vërtet akto, Ladi? Okej, mirë, gjykata pra, duke qenë se ishe një baba i tillë të 3 fëmijët, siç ka pretenduar zonja, se është bërë një raport vlerësimi në gjykat. Por, sa herë në muaj do t'i takoje ti? U zgjidh martesa, kujdestaria i mbeti zonjës, ti sa herë në muaj do t'i takoje? 3 herë në muaj. 3 herë në muaj? Po. Pra, çfarë do të thotë? Javën e parë, të dytë, të tretë, edhe javën e katërt jo? Ma shpjego pak.
Po do të thënë, në muajt, unë në një muaj kisha 3 takime në muaj. Në një muaj nga 4 orë. Po shiko, se më bën përshtypje vlerësimi psikologjik, jam pyetur fëmijët se ti I ke 16, 11 dhe 9 vjeç. Këta fëmijë, të paktën 12, janë pyetur përpara gjykatës. Çfarë kanë deklaruar ato për ty si baba? A janë të vërteta pretendimet e nënës? Që ti mund të ngacmoje fëmijën tënd apo I ke nxjerrë për gjykatë? Po? Unë nuk vada parë në gjykatë, unë tash nuk vi tash unë se unë isha në Greqi atëherë kur është ndarë gruaja, isha në Greqi po mblidhja ulli. E nuk isha avë të parë në gjyq, ku nga ardhur letra ku ka marrë nga Greqia, mbas vitit të ri tani, të 2026-s, ka marrë për tako kalamajt dhe më ka thënë ishte gruaja ime, më ka thënë ti do marrësh një kështu, ka të fëmijëve. Dhe unë jam ndarë atyja. Shiko, Vladi, po, të lutem, e di çfarë më ka bërë përshtypje? Që ti kur I takon fëmijët e tu, gjithmonë prezent është një punonjëse sociale. Pse? Po, ajo është shumë e vërtetë, unë 2 herë kam takuar kalamajt të tëra, kiku është ndarë gruaja ime herë, sot I kam takuar nga prind, më ka çuar 2 herë, më ka çuar në takim. Po si ka mundësi në kalamajt kanë ardhur me zor, ka marrë ajo se gruaja ime nuk deshte të nxirrte kalamajt në takim. Në takim duhet jetë patjetër, nuk mund të bëhet një takim privat. Ja, 1 minutë, se kam psikologu në këtë studio. Edi. Parë gjithmonë relacionin vlerësues që është bërë. Pra dhe punojësi social duhet jetë sepse... Pra, është bërë një raport vlerësimi I fëmijëve kanë dëshmuar tek psikologja. Pra, mund të ketë diçka të vërtet në akuzat e zonjës. Kjo më bën përshtypje mua. Po, vetëm se fëmijët... Baba shfrytzues dhe abuzues. Po, pra, fëmijët janë në mosha të cilët secili prej tyre patjetër ka takuar dhe punojësin social dhe psikologun. Mundësisht edhe për shemb fëmijë 16 vjeçar mund të takojnë edhe në praninë psikologi për shemb dhe një ekspert. Po patjetër, pra edhe një ekspert tjetër që mund të jetë për shemb polici oficeri gjyqësor, sepse është në moshë goxha domethënë e gatshme për të dëshmuar për shemb dhe situata që kanë ndodhur ndërmjet çiftit. Por të 2 fëmijët 9 dhe 11 vjeç, patjetër mendimin e psikologut, por normalisht ndërhyrja duhet të jetë pak më, po them, më profesionale, më sofistikuar në kuptimin e personit I cili mund të bëjë një intervistë klinike dhe me fëmijën 9 vjeç dhe me fëmijën 11 vjeç. Tani punojësi social ka një rol shumë të rëndësishëm për arsye se duke qenë se janë ndarë, ndarja nuk ka ardhur si rrjedhoi e dëshirës së 2 palëve, por kryesisht siç ndodh në pjesën më të madhe të rasteve ku vetëm njëri tenton ta dominojë dhe bëhet kjo arena e luftës midis dy prindërve, është gjithmonë pak kujdesi sepse njëri nga prindit mund të fillojë të manipulojë fëmijët për prindit tjetër dhe shpesh herë kjo krijon konflikte dhe normalisht krijon atë mungesën e stabilizimit dhe destabilizimin emocional tek fëmijët, aq më tepër kur përfshin të 2 figurat atërore. Megjithatë kemi të bëjmë me një divorc të tanishëm, por në gjithë këto muaj shikoj që babai ka takuar vetëm 2 herë fëmijët e tij. Kjo pastaj vendoset nga gjykata dhe pastaj I përket edhe vullnetit të njërit prind për të respektuar. Shikon, nëse kanë qenë pretendimet e zonjës përpara gjykatës, dhe që është bërë një raport vlerësimi për këta 3 fëmijë. Si ka mundësi një baba shfrytzues që I ka nxjerrë fëmijët e tij për të lypur, apo që ka bërë veprime jo të hishme me vajzën? Kjo duhet parë me kujdes sepse si ka mundësi që të bëhet takimi 3 herë në muaj nga 4 orë këtij babai me fëmijët? Kjo duhet parë pak me kujdes sepse ti përpara ke skaletën dhe nuk ke asnjë lloj dokumentacioni për ta vërtetuar se pra ne po flasim vetëm pra nëse ne I referohemi asaj që thotë zotëria, pra ti I referohesh vetëm informacionit verbal, jo asajt I cili është fizik dhe normalisht del nga një institucion suprem siç është gjykata. E dyta, nëse gjykata pra do e merrte po them të bazuar deklaratën që ka bërë mamaja që njëri nga prindërit, pra siç është në rasti babai, shfrytëzon fëmijët dhe pikërisht ka bërë këto, automatikisht do I hiqej kujdestaria, sepse asnjë gjykat nuk e fal dot, edhe në Shqipëri dhe në çdo vend të botës, sepse janë kritere absolute, sepse ti po cënon të drejtën, mirëqenien dhe kryesisht figurën dhe sigurinë e fëmijës. Pra zonja ka pasur thjesht pretendime, mendon dhe se ka pasur se gjykata flet gjithmonë me prova. Duhet kesh një provë. Por dhe dëshmia e fëmijëve besoj se duhet ishte marrë parasysh në raportin e vlerësimit. Unë mendoj që dëshmia e fëmijëve është marrë parasysh dhe normalisht është referuar në organet kompetente siç është gjykata. Patjetër që po, sepse është bërë një intervistë klinike dhe patjetër është referuar. Por nëse ajo që pretendon mamaja, pra do kishte përputhje me atë që thonë dhe fëmijët, do ishte një konstatim
konstatim akoma dhe më i fort për atë që mund të jetë bërë. Por derisa është dhënë kujdesaria tek mamaja, janë vlerësuar të gjithë komponentët dhe rrethanat cilësuese për t'i marrë mamaja kujdesarinë e fëmijëve, por fakti që kujdesarinë e gëzon, pra të drejtën e takimit e gëzon edhe babai, tregon që nuk është provuar pjesa e parë, që mund të jetë një deklaratë. Ladi, më dëgjon? Nuk e di nëse kam lidhje. Dëgjoj, Ladi, gjatë gjithë këtyre muajve, ti ke takuar fëmijët rregullisht 3 herë në muaj siç ka vendosur gjykata? Asë janë në botë, unë fëmijët asë që kam takuar të trashtu se eshin basën ligjit, unë fëmijët ku kam takuar të gjikuesh ndaj kryevjerë, sot i kam takuar 2 herë tëra. Si ka qenë takimi në këto 2 herë me fëmijët? Takimi parë, quri im ka ardhur, ka gëcënuar në lokal ku ka takuar unë fëmijët, i malli. Kush ka qenë prezent? Ka qenë ajo ato të fëmijëve, ka qenë gruaja. Kanë qenë punësit sociale dhe gruaja, po djali pse të kërcënoi ty? Djali më kërcënon dhe mua, se më thoshte dhe mua ti ku i ke baza, thoshte se mama ime e shkidhur me babun. E ku iku gruaja ime në livani Greqi dhe babu, i tha djali telefon, ku e ke mama? E ishte babi Dimitriu, thaj. Dash në dola fjalët e babaj? Atëherë të lutem, se nuk kemi nevojë të përmendim emrat qoftë edhe të qytetarëve grek. Atëherë, Ladi, më dëgjoj pak, pse keni përfshirë fëmijët në gjithë këto akuza të rënda, që ti ndoshta ke pasur dyshimet e tua në lidhje me tradhtim bashkërtore, ndërkohë që bashortja mund të mos e ketë kryer këtë tradhtim bashkërtore. Pra, keni përfshirë edhe fëmijët, të vjen djali, të kërkon llogari, që ku i ke provat, që nëna ime të ka tradhtuar, dhe më pas është vetë djali që të thotë se ku është nëna e tij, kjo është e pafalshme. Pse ju dy të rriturit, burrë dhe grua, ish burri dhe ish gruaja nuk arritët të komunikonit bashkë pa përfshirë fëmijët? Të lutem, i kam folur, nuk dëgjon asnjëherë gruaja ime, ishte gruaja ime. Pra ti nuk i ke përfshirë fëmijët, edhe këtu ka gabuar gruaja jote, jo ti. Ti ke qenë një burr perfekt, një baba perfekt. Të lutem, unë fëmijë sa kam patur mundësi, kanë mbatur në ato kushte që kam patur mundësi, në ato gjëra, e sot ku vetë i takoj nuk i lë pasin gjë, i takoj, u kanë vajtur, i kanë çuar para një jave, nuk kanë pranuar, i kam dhënë një kumshill. I kanë dhënë epja të Arionit këto lekë, djali. Shiko, sa është detyrimi ushqimor që ke ti ndaj familjes tënde, të lutem? Sa duhet paguar shumë? 300.000 lekë, çuni ka thënë nuk dua asnjë lekë se nuk do të takoj fare tyja. Mirë, këto 300.000 lekë, diti që nuk jepen dorazi, por hidhen në llogari bankare dhe nuk ka nevojë t'ja japësh edhe komshiu? Na 300.000 lekë janë bërë 200.000 lekë se thanë djali nuk do të takoj djali i madh. Ti do të paguash vetëm për 2 fëmijë të vegjël. Na 100.000 lekë në rregull. O Ladi, nuk është kështu. Ladi, nuk është kështu. Nëse një fëmijë nuk do dhe nuk dëshiron të takoj babain, kjo nuk do të thotë që babai nuk duhet i paguaj detyrimin ushqimor. Takimi i babait dhe pagesa, të lutem, takimi me fëmijën dhe pagesa e detyrimit ushqimor nuk kanë lidhje me njëra tjetrën. Duhet ta kuptosh ti Ladi këtë, por edhe gjithë shqiptarët. Ato i ka marrë kanë edhe poshtë. Pra, edhe në qoftë se prindi nuk takohet me fëmijën, sepse fëmija nuk ka dëshirë për ta takuar prindin, edhe pse është detyrë e organeve, por edhe prindit që i ka në kujdestari të përçojë mesazhe dhe të kontribuojë te takimi i prindit me prindin tjetër, detyrimi ushqimor nuk shkëputet në asnjë moment. Ki kujdes. Nuk e ti. Unë kam çuar ushqimet të gjitha, kam qenë korrekt gjithë. Jo, të lutem, Ladi, gjykata nuk ka vendosur ushqime për fëmijët, ka vendosur para të cilat janë 300.000 lekë. Lekë, kanë dërguar më shumë lekë sa i takon. Të lutem, Ladi, këto lekë duhet i hedhësh në llogarinë bankare dhe jo t'i japësh dorazi. Do të ta japi zonja, është e detyruar zonja të hapi një llogari bankare. Dhe ti të derdhësh muaj për muaj. Të lutem, Ladi, të lutem, shko tek zyra e përmbarimit, të jetë përmbaruesi i cili të ekzekutoj këtë vendim dhe ta detyroj zonjën të hapi llogari bankare. Por nuk është çështja këtu. Atëherë, të lutem, në fundjavën e kaluar ti ke shkuar për takuar fëmijët, fëmijë të cilët ti nuk i gjete në adresë. Çfarë ndodhi? Jo, ishin në Greqi. Po si e kanë kaluar kufirin pra, se ti nuk e firmosur një deklaratë notariale? Ishte dalë kalamaj, i ka bërë falso. Çdo gjë letra falso.
Po si mund të firmosi Daja në emrin e babait? Drejtë e fëmijëve të hiqet asaj gruas. E drejta e fëmijëve të hiqet gruas. Mos i bëjmë shkatroj. O Ladi, po këtë gjë ta kërkojë në gjykat, mor zotri, jo të thoje isha në Greqi duke vjelu linj. Ja kërkojta në gjykat suna, gjykata nuk i mori fare për baza. Ka mbajtur e të rancim, ka mbajtur për t'i rënë e parat. Po më falë, po ti... Ka dalë kunati im. Po të lutem, Ladi, se do lidhemi tani me... Jo, ja një sekund, se po i bën rëmujt çdo gjë. Atere, ku i di ti që ka firmosur deklaratën notariale ish kunati juaj, se kjo është një akuzë shumë e rëndë të cilën ti se provon dot. Dhe ku i di ti që fëmijët... O zotri, ai mund t'i ketë marrë me veten makinë, por kjo nuk do të thotë që ka firmosur ai në emrin tënd. Po kush i ka çuar kalamajti? Kush ka firmosur? Atere, si e vërteton ti që fëmijët kanë qenë një javë në Greqi? Po. Si e vërteton ti? Ta ka dërguar foto ku ka zbritur kalamajti ku ka vajtur makina atje. Të lutem, makina që më ke dërguar mua nuk vërteton asgjë. Ti e ke vërtetuar me sistemin Teams? Ata kanë qenë në Greqi, vërtetoje, po ka vajtur me policinë në Kamës, e kanë thënë kanë kaluar në Akoli Skoli. Po këtë pra thuaj që policia e Kamzës të ka thënë që sistemi Teams të ka thënë edhe vjen pikën doganore ku kanë kaluar fëmijët e tu, ti këtë deklaro. Po, fëmijët e mi po bënin 15 ditë kishin kaluar në doganën e Korçës. A janë rikthyer në Shqipëri ata? Po, kthyen para ku ngrita në zeri tani, ku vajta në polici. Po? E ku brova unë atë, ku moja kanë do fëmijë, ai ka ardhur ditën tjetër, ka ardhur të herën, ka vajtë të shkolla, ka hanë kuen, ka la majtë i mi, thajë, drejtoresh e shkollës ma, fëmijët taj po bëjnë japa mësime, thajë, do të rritën. Me qartë. I takove fëmijët i pasi erdhën nga Greqia? Ku erën, i takove fëmijët të erën, e kemi lënë tani takimin e nuk deshtë ajo, kemi lënë për të premten, në orën 1. Të shpresojmë që ti takosh këta fëmijë, ndërkohë që regjia ju lutem bëjmë gati lidhjen e drejt për drejt me ish-kunatin. Unë dojnë të drejt, unë dojnë nuk kaj tani, të lutem se nuk e kam e shumë kohë se janë në punë. Unë dojnë një gjë, unë do të gjejtë të drejtë kush ka çuar kalamajt e mi, Greqina kanë kaluar, e dua të drejtën, unë fëmijët e mi mos i myt telefonatën aty se ku janë të flas në jesë në drejt se ku janë fëmijët e mi. Qartë, dhe kjo është absolutisht e drejtë nga ana juaj, një kërkesë shumë normale që mund të bëjë një prind. Për të vetë do iki tani. Po? U kanë vajtur për t'i qërë parat një natë të shtëpia, ka dalë punati asaj, vllai aseja, ka goditur të shtëpia tia. E ke denoncuar për dhunë? Kanë vajtur e ka bërë, i thash që nuk i ka marrë njëri asnjëri për baza. Tani jo të gjithë nuk të marrin për baza, ose nuk e fakte Ladi për gjithë këto akuza? Ti kapi kamrat. Ti ka kamrat ati ku nga goditur më ai, unë nuk e kam bërë me to. Ja, një minut Ladi, se jam duke telefonuar ish-kunatin tënd. Të lutem, a ka mundësi 1 minutë sa të marroj një punë të vogël se po bie çikshi? Të lutem, ti mund të largohesh, por kjo nuk është e drejtë. Alo? Përshëndetje zotri. Unë jam Evis Ameti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Ju kërkoj ndjesë për shqetësimin fillimisht. Por jam Evis Ahmeti, drejtuese e emisionit Me Zemër të Hapur në televizionin News 24. Ju kërkoj ndjesë për shqetësimin. Do dëshiroja të flisja dhe të komunikoja pak me ty, sepse ky emision në 26 vite nuk pyet vetëm njërën palë, si që është ish-kunati juaj, baba i mbesave dhe nipër i tëndë, të diskutoj në këtë studio dhe të flasi për ju, për motrën tuaj edhe për fëmijët e ti. A i deklaron se ju, fillimisht, keni qenë shkaktari divorcit të motrës tuaj nga ky person, jeni personi që keni marrë 3 niprit tuaj dhe keni kaluar në Greqi, dhe ndërkohë, sa po deklaroj që ju edhe keni dhunuar. A janë të vërteta këto zotri? Po jo më motrë që të vërteta që në të. Po pse ju akuzon ish-kunati juaj? Se akuzat janë shumë të rënda edhe shumë të forta njëkohësisht. Kunati im i gjinde drejta të fjase si të dëshiroj kunati, për ndërkohë kunati harron që 3 fëmijë për ja rritë unë, për ja ushej unë, për ja vesh mbas unë, për ja qenë shkollë unë, e gjitha gjërat për ja bëj unë. E qartë. Do më thënë, a i mund të thotë, ka gjithë drejtën e botës të flasë si të dëshiroj a i, por dhe më të harroj faktët, sepse gjitha
të gjëra po ja bëj unë. Kur ai nuk ka qenë i zoti që të mbaj familjen e vet, domethënë atë duhet ta pyesësh atë, jo mua. Jo, unë ja bëra disa pyetje në fakt dhe ai thotë që në fakt është motra juaj që ka shkaktuar edhe divorcin. Ashtu mes çiftit unë nuk futem më motra ime. E marr vesh. Ndërkohë që ai ka qenë edhe 15 ditë në burg në Greqi, në mos gaboj, çfarë ka ndodhur? E ka shantazhuar, kërcënuar, dhunuar motrën tënde? Po motra ime është kërcënuar, është dhunuar, ka ngel pa ushqime, se thashë ka shumë gjëra, është një kalvar, është kalvar sot edhe 16 vite përpara, jo se bëhet fjalë për këtë kohë. E qartë. Ai thotë që mbas 2020-s kam filluar keq kuptimin duke qenë se motra juaj kujdesej për një shtetas grek dhe ai mendon se mund të ketë pasur edhe një raport midis tyre. Ora atje nuk futem unë se s'është as kam as lloj drejte që të gjykoj mbi të dy çiftin, domethënë. Çifti përderisa nuk ka komunikim, përderisa motra ime punon dhe ky rrinte gjithë ditën, rrinte borxh poshtë përpjet, mashtronte. Domethënë nuk ka qenë një anë që të mbaj familjen e vetë me modër, nuk është problemi së është... E qartë. Janë shumë gjëra që nuk shkojnë, e ke parasysh. E kuptoj. Mos më linde drejta që ta diskutoj njëra. Jo, unë i një historikun, biles unë zotëris, unë si vllai Brunildës, i kam thënë disa shante, si zotëris, si shkunatit tim, duke i thënë që i ko vlla puno, lajta borxhe, investo për familjen tënde, ndërtoj një familje dhe më krijon një punë të saktë dhe që të krijosh një të ardhura për veten tënde dhe për fëmijët e tuaj. Ai vjen na bën zhurmusin të gjitha llojet e drejtimeve, domethënë. E kuptoj qartë. Është një orator shumë i saktë në pjesën e kësaj pjese, por nuk është problem për ne sepse ne po vazhdojmë jetën tonë mos e normale. Unë për kundrazi, ai duhet ma qyë për faleminderit, se unë po lejë fëmijët e mi për të bërë qefin që mos e ndjena dhe bushlikun, po i lëviz në gjitha drejtimet, vetëm që dalin, hapin një qik horizont, ta eqin vëmondin, kalamajt, nipi im dhe mbesa ime, 2 nipat e mi dhe mbesa ime, unë po lejë ma zdore fëmijët e mi për të hapi qik horizont atyre që dhe të shofin, edhe të dëfrejen, edhe mos e kenë mondin që mos mbyllen psikologjikisht. Por ai nuk e kupton këtë, domethënë, ai duhet ta kuptojë këtë se çfarë po bëjmë për atë. Edhe sa mirë zotëri që jepni mesazhe të tilla që gratë dhe vajzat pas divorcit ose në momente të vështira në Shqipëri nuk e kanë mbështetjen e familjarëve dhe sidomos të prindërve dhe të vëllezërve dhe motrave. Në rastin tuaj tregohet një vetmohim i familjes tënde për të qëndruar sadopak nipërve të tu dhe mbesës tënde. Dua të ndaloj pak Ladi, tregoj pak më përpara që gjatë procesit gjyqësor ai është akuzuar që ka nxjerr fëmijët për të lypur, për të shfrytzuar ata ndërkohë që ka kryer veprime turpshme edhe me vajzën. Në Gjovajnë, këtë pjesë nuk e kam ditur, por fëmijët e kanë shprehur ke psikologët, sepse dhe fëmijët janë të lodhur, a kupton? Po ta shikosh është gjinof, është për të orkestrë, se i ka të lodhur nga kjo historia e këtyre, nga kjo zhurma e këtyre. Sepse këto kanë pas debate vazhdimisht, kur kanë qenë e që kanë pas debate vazhdimisht, dhe fëmijët janë tromak. E qartë. Dhe janë mbyllë, ke parasysh dhe ta si ato psikologët kur kanë marrë pyetje, dhe më kanë bjerë edhe nglotinë të psikologët dhe këto janë shpreh lirshëm. Jo, absolutisht që ata janë ndjerë lirshëm me psikologun, po pse gjykata këtij babai ja ka dhënë takimin 3 herë në muaj, këtë nuk arrit ta kuptoj unë. Po sepse është prap në gjyq tash, unë s'di të t'i them fiks se i ndjek unë, sepse i ndjek motra, se zonë s'kam asë dhe... E kuptoj. Unë s'jerë për ndimëj ekonomikisht, sepse unë motrën time nuk do t'a lem rrugë. Edhe shumë mirë bën, por është e vërtet që ata kanë kaluar 1 javë apo 10 ditë në Greqi pa autorizimin e Eladit, babait tyre? Është e vërtet, moj, nuk po të mund se e kam gjerë unë, moj, motra. Kemi dalë në Kosovë, por kemi bërë shopping për rroba, për fëmijë, duke qenë se janë diçka më lirë atje. Sepse nipi im është 16 vjeç. Nipi im është një mosh të shi që unë e ke parasysh që është shumë delikat. Shumë. Edhe unë, domethënë për t'i plotësuar dëshira, domethënë kam shkuj kam marrë rroba po themi firmata se kështu e dorë rinia e sotshme, edhe e çova në Kosovë, bëm shopping aty, nga aty vajtëm Maqedonisë, se kemi shumë njerëz aty, dhe nuk kam pas probleme ndogan, dhe ne kena njoftu
I kam marrë në telefon motra ime zotrisë, i kam thënë, vëre ndjeni që po dalim, që kemi ra telefonit, ai nuk është përgjigj në telefon, dhe ai është koshient për këtë pjesë. E qartë. Pastaj ai mund ta thotë si doja ai, ja kupton. Dhe unë nuk kam pas probleme në dogan sepse nuk kam hy, më falni se nuk kam hy kontraband. Kena hy, kena dhënë gjithë tenjat e gistave, kena kaluar atan, sa do rrim prendet shtun diel. Kjo ka qenë, domethënë se skemi nuk është marrë iniciativa për të shkuar për të jetuar në Greqi, se kush do jetojë në Greqi njerëz, se logjika sakton atje. Si do shkoj motra ime të jetojë në Greqi, kena vajt, kena ndaluar her pas here, kemi hangër, kemi pi, jemi knaq, domethënë në aspektin për të knaq vajtën, kemi ne atje. Unë isha në Greqi kur ai merrte në telefon dhe më kërcënonte nga fjalë më të ndryshme, unë i thash, më do të shkoj të denoncoj në polici. Ne shket gjithë drejtën e botës, vazhdoj jepi gaz, sepse unë nuk po bëj një padrejti, unë po bëj për fëmijët e tuaj, për fëmijët e tuaj tash po bëj diçka shumë të mirë. Megjithatë, ai ju akuzon juve edhe për një përplasje fizike midis njëri tjetrit. Ka ndodhur kjo gjë? Unë kam pas përplasje fizike, unë përplasje fizike që kam bërë me të, jo se jam përplasje fizike jam bërë për efektin që mbrojta nipin tim sepse erdhi të godiste nipin tim para shtëpisë time. Ai po më kërcënon vazhdimisht duke ardhur në ambientet tona të shtëpisë, a kupton? A keni kërkuar ju urdhër mbrojtje fëmijët motra juve personalisht që ai mos të afrohet tek ju? Motra është në urdhër mbrojtje me motra. Qartë. Edhe ai afrohet i te kalon çdo limit, domethënë Pra thyen edhe urdhrin e mbrojtjes, Ladi. Ë? Thyen edhe urdhrin e mbrojtjes, që është në fuqi. Po patjetër që po i thyes sepse ai po vjen ke, domethënë në kohën që ishim në Greqi, kishte ardhur duke kërcënuar plagën time dhe gruan time që. Qartë. Domethënë është absurde, a kupton? Unë të falenderoj për gjithë sqarimin e mundshëm, falemderit që të kisha drejt për së drejti, duke të kërkuar edhe një ndjes për shqetësimin, por duhet i ballafaqojmë palët, jo çdo njeri që vjen në këtë studio dhe denoncon ka të drejtë, prandaj jemi kaq vite në këtë emision, sepse misioni ynë kryhet kur dëgjohen të gjitha palët. Falemderit dhe të përshëndes. Falemderit. Dhe unë ty dhe më fal për shqetësimin në rast se nuk kam dëgjuar sepse unë jam punë dhe nuk kam dëgjuar. Jo, ke qenë shumë i qartë me mua, ke qenë shumë i qartë. Falemderit dhe të përshëndes. Ndjekim publicitetin e dytë dhe rikthehemi me mendimin e psikologut klinik Eduard Tafa, pasi është kompletuar e gjithë tabloja e temës që po trajtojmë ditën e sotme, publiciteti i dytë. Mbas hapësirës së dytë publicitare, jemi drejt për së drejti në pjesën e tretë dhe të fundit. Ladi, më dëgjon? Po. Ishte një version historie i treguar në pika të përbashkëta njësoj, por ti nga këndvështrimi yt si baba dhe ai nga këndvështrimi i ti si daj. Pavarësisht revoltës që ti ke, zotria tregoi pak a shumë të njëjtat gjëra për ty. Tregoj motan. Po. Unë gruan e tij se kam dëstuar asnjëherë. Ajo ka thënë ma video në autobus. Unë të një gruan e tij fare kushesh. Nëna e tij se kam dëstuar asnjëherë 2. Dhe shtëpia e tij nuk kanë vajtur të futen brenda të dëstuar asnjëherë 3. Se direkt jam me urrë mbrojtje. O Ladi, po pse nuk tregove ti që ish bashortja jote ka urdhër mbrojtje? Dhe përse duhet merrte një urdhër mbrojtje në Shqipëri? Ish bashortja jote nëse ti s'ke bërë asgjë. Urdhër mbrojtje ka marrë ndarjen mbas neja, nuk di gjë ashtim. Shiko, ajo nuk ka rëndësi se kur tani ka ndodhur dhe divorci. Ajo urdhrin e mbrojtjes ndoshta e ka për një vit, edhe nuk mbaron urdhrin e mbrojtjes, por ti nuk deklarove që ajo është pajisur me urdhër mbrojtje. Dhe kjo është e rëndë, sepse gjykata, Ladi, gjykata nuk ta jep. Nuk e di unë. O Ladi, Ladi, të lutem, Ladi, urdhri i mbrojtjes nuk merret kur bëhet gjyqi për divorc. Urdhri i mbrojtjes është tjetër. Prandaj, si ka mundësi që ajo është pajisur me urdhër mbrojtje? E morin 2014 i mbarojnë 2015. Pra, ajo është pajisur disa herë me urdhër mbrojtje. Dhe ti këtë gjë nuk e the. Nuk i intereson për atë të veçantoj. Po pra, gjykata nuk e jep kot urdhrin e mbrojtjes kur ti nuk e bër asnjë lloj gjëje ndaj ish gruas. Ato që thotë ai janë tëra mashtrime, pse i ka unë duhet kaq? Se i kanë nxjerrë kalamartë jashtë shtetit ai. Ta tha për çfarë i kanë nxjerrë fëmijët jashtë shtetit. Po i nxjerrë unë ti papa. Je lajmëruar për daljen e tyre? Dhe telefonin tim. Shikoje. Okej. Nëse ai ka marrë në telefon, ka thënë mundi që kalamartë tu filaven, janë mashtrime. Dakor. Dëgjojmë psikologun, Edi. Për ta përmbyllur, i dëgjuam të dyja palët. Kanë të përbashkëta,
Zotëria nuk e mohoi vajtjen e fëmijëve jashtë territorit shqiptar, për një ekskursion, për një udhëtim, që kanë të drejtë ato ta bëjnë si bashkëmoshatarë. Po pa diskutim se do ta çojë në gjykatë të lartë. Po. Ta çështje do ta çojë në gjykatë të lartë. Shumë mirë do ta bësh. Çka normal pa lejtime. E pse ka çon në Greqi? Të lutem Ladi, ta dëgjojmë pak ekspertin, po. Për shemb, zotëria e dytë ne dëgjuam dhe normalisht kishte përveç se qetësisë në komunikim, po kishte edhe një lloj qytetarie për ta shpjeguar në mënyrën se si ai e di të vërtetën. Pra sepse ne kemi dy zotëri, secili ka të vërtetën e vet. Por ajo që pa mërë, sepse hapa të cilët kanë ndjekur, kanë qenë hapa shumë të institucionalizuar. Pra janë njoftuar persona përkatës, pra janë vënë në dieni edhe mbi lëvizjen e fëmijëve, edhe mbarvajtjen e tyre, pra edhe për kujdesin dhe për gjithë. Për shemb, urdhri mbrojtjes nuk jepet në rastet kur kemi një divorc. Urdhri mbrojtjes zakonisht jepet kur njëri nga palët kërkon urdhër mbrojtje për shkak të dëmit fizik apo një formë dhune që është shkaktuar nga persona emocional, psikologjik. Eksaktësisht, sepse ne kemi thënë që dhuna ka forma të ndryshme. Tani, pikpyetja është e zotërisë sepse është caktuar 4 orë në javë dhe pse punojësi social merr pjesë, sepse edhe punojësi social, si rregull në këto takime, nëse marrëdhënia do ishte e qetë dhe bërë me kompromis, pra nga të dy palët, po them me dëshirë, me vullnetarizëm, që nuk e di është një përqindje shumë e ulët që arrin në anë të vullnetit, pra që të shërbejnë të dy si prindër, mbi të cilët kanë vendosur për shembull për të bërë familjar dhe për cilën jetë fëmijët e tyre dhe kjo mund vijojë edhe pas divorcit të tyre. Por punojësi social ka një rol shumë të rëndësishëm, sepse fëmia për shembull mund ndihet i tensionuar emocionalisht. Tensioni emocional ndoshta nuk i vjen drejt për drejt nga babai, sepse kur gjykata bën vlerësimin e kujdesarisë, për dëmin e kujdesarisë bëhet një vlerësim i raportit midis dy prindërve, pra burr grua, dhe raportit në këtë rast për shemb i dy prindërve me raport me fëmijët. Pra ka dy lloj vlerësimi. Dhe nëse fëmia e ka provuar, pra e ka dokumentuar dhunën që është krijuar brenda familje, dhe dhuna mund të ketë në formën direkt ose indirekt, sepse ka edhe format e dhunës. Pra nëse dhuna është ushtruar në sy të fëmijëve, çfarë pasojësh ka shkaktuar tek fëmia, si është gjendja emocionale e fëmijës, nëse ka efekte traumatike apo trauma të fituara gjatë kësaj kohe tek fëmia, detyrimisht jep një lloj tensioni në takime që mund të bëjë fëmia me njërin nga prindrit, sepse gjykata prioritet kryesor ka fëmijët. Por normalisht në këtë prioritet përfshihet edhe takimi me dy prindërit, sepse vlerësohet gjithmonë se është shumë i rëndësishëm për mbarvajtjen, rritjen, zhvillimin dhe edukimin e fëmijëve, sepse potenciali i zhvillimit i tyre ndikohet shumë nga marrëdhëniet e prindërve në këtë rast. Dhe për këtë arsye ata nuk e vendosen në mënyrë të menjëhershme nëse nuk ka akuza shumë të rënda apo fakte shumë të forta që mbështesin pra dhunën që mund të jetë krijuar apo veprat të cilët ne përmendëm pak më parë që njëri nga prindrit ka abuzuar drejt për drejt me fëmijën duke nxjerrë në rrugë apo forma të tjera apo të ndryshme abuzimi. Pra dhe nuk tenton ta heqë menjëherë kujdesarinë nëse nuk ka prova bindëse të forta që kjo ndikon drejt për drejt, po them në mirëqenien e fëmijëve. Dhe për këtë arsye, në momentin që evidentohet, pra një nga format e dhunës, edhe fëmia praktikisht shpreh dëshirën e tyre, sepse secili nga fëmijët e shpreh dëshirën dhe secili nga fëmijët, pra e thot narrativën e tij përballë psikologut, sepse takimi me psikologun bëhet në kushte dhe rrethana shumë të qeta, shumë lehtësuese, shumë relaksuese dhe kryesisht në formën më të mirë të mundshme racionale, pra për fëmijët. Dhe nëse fëmijët e kanë shprehur pikërisht atë dhunë që ata kanë parë brenda familjes dhe nëse ajo konstatohet dhe vërtetohet, patjetër më pas i vendoset roli i punojësit social. Dhe roli i punojësit social është pikërisht në prani të takimit, sepse edhe ata duhen të jenë të bindur, pra për ta dokumentuar që ky takim pra është më së qetë midis prindit dhe fëmijëve, sepse duan të ruajnë manipulimin, duan të ruajnë formën që mund të përdorë një nga prindrit, është ajo që ne kemi thënë alienimi prindëror që fillon dhe flet keq për prindin tjetër, ruhet nga tensionet që mund të ndodhin midis fëmijëve dhe njërit prind apo po them una konflikteve që mund të ketë të çastit apo kërkesave të shtuara që mund të ketë njëra palë ndaj tjetrës. Pra dhe detyrimisht për të shmangur gjithë këto vendoset punojësi roli social, sepse tani çdo prind do dëshiron të ishte vetëm me fëmijët, por në rrethana të cilët ka parë gjykata ka vendosur që të jetë, sepse tani prindi me fëmijët ka nevojë edhe për atë pavarësinë e vet, dhe për atë qetësinë e vet, dhe për ndëtur totalisht për të shmallur me fëmijët e tyre. Por në këtë rast nëse dhuna ka qenë prezente, patjetër që duhet bërë në pranitë një po përsa i përket kërkesës që vetë Ladi ka në lidhje me largimin e fëmijëve, ndoshta edhe në forma të tilla, siç e përmendi dhe Daja, për shkak të traumës, thot ai, dhe një divorci të vështirë, se pak muaj ka që ka ndodhur ky divorc, akuzave, pajisja me urdhër mbrojtje, unë mendova të shkoja, thot, të shëtisja, përmendi disa shtete, duke përfshirë këtu edhe Kosovën, dhe i përmendi dhe shopping që ato kanë bërë, arktimet.
Kjo pastaj duhet parë pastaj në mënyrën se si e lejon pak edhe, po them unë, kujdesaria që ka një riprind, pra nëse kujdesaria mund të jetë e plot, ndoshta nuk nevojitet për shembull në këtë rast njoftimi drejt për drejt ose mjafton që ti vetëm ta informosh, sepse duhet parë nëse ka nevojë thjesht për informim. Po nëse zonja është e pajisur me urdhër mbrojtje, është e vështirë komunikimi midis njëri tjetrit apo thjesht një mesazh telefonik? Po këtë po them unë, sepse mund ta bëj edhe po marrim një shembull, mund ta bëj edhe nëpërmjet një rolit të një punojësi të institucionit i cili mund të jetë i ngarkuar në këtë rast kur është me urdhër mbrojtje, ose mund të jetë drejta pra vetëm për informim, pra jo për miratim, por mund të jetë për informim. Tani në këtë rast, nëse prindi që është nëna në këtë rast, lajmëron punojësin social dhe ky fundit nuk lajmëron prindin tjetër, përgjegjësia ku bie? Përgjegjësia bie mbi personin të cilët ka marrë kallëzuesi në këtë rast që është punojësi social për ta transferuar si informacion në drejtim të personit tjetër. E ka detyrë ligjore që punojësi social sapo merr njoftimin nga nëna t'ia dërgojë dhe t'i thotë ta bënë dieni babait? Po zakonisht në këtë rast, pra ti po e merr si hipotezë, sepse nuk është si hipotezë. Sepse nuk është punojësi social që e bën këtë lloj roli. Se zakonisht janë nuk duhet ta bëj. Pra, po nuk e bën. Pra të paktën nuk di një rast që mund t'i caktohet punojësit social për të mbajtur kontakt me prindërit. Se zakonisht punojësi social referohet vetëm në rastin kur ka takim pra midis fëmijëve dhe babait ose mamas se duhet me parë specifikën e po vetë nëna mund të lajmëronte vetëm me një mesazh që do bëjmë një ekskursion, do bëjmë një udhtim. Sepse urdhri i mbrojtjes varet pastaj se si vendoset. Nëse është një urdhër mbrojtje për shembull vetëm fizik, pra ndalohet pra takimi fizik edhe duke patur një distancë me njëri tjetrin, por ndoshta mund të lejohet thjesht për informim. Pra duhet me parë sepse është shumë e rëndësishme thjesht informimi dhe miratimi, sepse miratimi bie të marrësh miratimin dhe të prindërit tjetër. Kurse informimi është kur thjesht mund ta informosh me anë një telefonat apo me mesazhi, pra mund të vendoset që ju do komunikoni në telefon me njëri tjetrin, pra nëse telefoni më pas nuk pra do të tentosh mesazhin apo emailin, por kjo duhet parë në mënyrën se si e vlerëson gjykata, pra se duhet me qenë shumë të qartë në këtë pjesë. Megjithatë, të paktën me sa më duk komunikimi me zotin Ladi, më duk më tepër sulmues, pritës që fëmijët të bënin gjithçka për këtë baba apo ish-gruaja duhet bënte për këtë baba, sulmues her pas here edhe ndaj disa deklaratave të forta dhe as pak bashkëpunues, të paktën familja, prandaj quhet bashortë dhe bashorte, se përveç shortit që kemi së bashku për të jetuar, ne duhet edhe të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Sot pjesa e shortit mendoj që është vetëm në letër, sepse sot secili ka mundësitë dhe normalisht nuk e dënon dot veten e tij për dashuruar dikë me zor apo për te kushteve të mundura, sepse çdo lloj marrëdhënie, pra para si dy njerëz të jenë të dashur, fillimisht nis pak me një empati dhe një lloj humanizmi njerëzor. Pra, dhe po nuk e patën këtë lloj efekti me njëri tjetrin që në distancë, pra kur janë nga afër, është shumë e vështirë të kapërcet ky lloj pragu. Po pse ne nuk e kuptojmë bashkëveprimin, qoftë në martesë, qoftë edhe në divorc? Bashkëveprimin për fëmijët paktën. Nuk e kuptojmë ne këtë. Shiko, ne vetëm akuzojmë, presim, sulmojmë dhe ndërkohë nuk japim asnjë lloj kontributi. Po pikërisht, kjo është problemi më madh, edhe këtë pasojë më shumë e vuajnë fëmijët, sepse do enden midis dy paleve dhe një procedurë divorci, pra duhet dim një gjë që edhe në psikologjinë e stresit, pra një rast divorci rënditet në 3 shkallat e para të përjetimit të stresit, sepse nuk është vetëm thjesht çështja e dashurisë midis dy personave, sepse nëse ka shkuar deri në divorc tregon që dashuria pra ka rënë, pra është ulë automatik dashurisë në këtë rast. Por problemi është tek fëmijët, sepse fëmijët janë ato të cilët kanë nevojë për një terren njerëz zakonisht shumë qetë. Unë di edhe raste, edhe një raste personalisht, kur prindërit janë ndarë me njëri tjetrin dhe kanë pasur një bashkëpunim efikas të jashtëzakonshëm. Okej, por kjo mungon në pjesën më të madhe dërmuese, sepse kulturalisht ne nisim nga rolet më dominante që ka njëri ose tjetri dhe roli më dominant shpeshherë kalon pak po them ke personi i cili ka po themi ekonominë më të fortë, ka targetin më të fortë, ka statusin po them e ndërhyrjes për shembull edhe tek fëmijët, sepse të kesh ekonominë krijon pak edhe një terren më lehtësues edhe për fëmijët, edhe nëpërmjet mënyrës dhuratave, shëtitjeve, daljeve, plotësimit të faciliteteve që do fëmia. Pra dhe shpeshherë shihet kjo pjesë. Por ajo që mbetet e rëndësishme duhet fitoj, mendoj që qytetaria dhe dashuria nuk mbaron vetëm momentin që dy persona zgjedhin për të ndarë, sepse ata kanë një dashuri shumë të madhe, dashuria për fëmijët e tyre. Dhe mendoj që nëse zbatohet ky parim, që është principi më themelor, sepse fëmia është personi më i pafajshëm. Pse? Sepse normalisht kur janë dashuruar me njëri tjetrin, fëmia nuk ka qenë prezente në jetën e tyre. Të dy kanë zgjedhur pra për ta sjellë këtë fëmijë në jetë dhe përderisa kanë zgjedhur ta sjellin një fëmijë në jetë, pra ata duhet kujdesen të paktën deri në moshën 18 vjeçare dhe un kam parë dhe raste të cilët marrëdhënia nuk funksionon, kanë bërë një
komunikim me njëri tjetrin, një marrëveshje. Kompromis, që kjo marrëdhënie nuk po funksionon, secilit vijoj jetën e tyre, para në mbrëmjet jemi të bashkë për fëmijët deri në moshën 18 vjeçare, ku pas edhe fëmia ka të drejtën e tij sipas legjislacionit dhe akteve juridike, edhe ai për të vazhduar jetën e vet, edhe për t'i gëzuar të dy prindërit pra me të njëjtën dashuri, me të njëjtën natyrshmëri, sepse është shumë e rëndësishme vendosja e figurave qendrore siç është babaja dhe mamaja, sepse ne pam për shembull edhe një hipotezë që fëmia nuk e di njëri nga fëmijët përdor dhe duhan. Po, vajza në kjo është një nga shenjat që normalisht e cila ka treguar edhe për veprime jo të hishme të babait. Kjo është një nga ato sjellje që zakonisht ai është fëmijë dhe fëmia detyrimisht imiton sjellje, në këtë moshë bën imitimin e sjelljes dhe modeleve të cilat ka më pranë vetes, por mund të jetë atë si një ndër format mekanizma mbrojtjes për të lehtësuar stresin apo barjen e vet emocionale të shkaktuar nga dy prindërit. Faleminderit Edi që të kisha në këtë studio, nuk e di nëse vazhdon të jetë zoti Ladi me ne. Ladi, më dëgjon? Po i kam dëgjuar tëra. Atëherë, unë jam në fund. Kush është apeli yt për ish gruan ose për fëmijët e tu, ndoshta edhe për institucionet që duhet të zgjidhin hallin dhe problemin tënd, që ti si baba jo vetëm që duhet t'i takosh, por duhet t'i jesh në dieni edhe të çdo lëvizje të tyre. Unë si baba i 3 kalamajve, Po? dua fëmijët e mi mos të dalin jashtë kufirit asnjëherë në botë. Po si mos dalin asnjëherë në botë? Po? Po si do dalin fëmija ime t'i jashtë shtetit pa mua, pa firmën time? Të lutem, ti do japësh firmën, ato do ikin edhe do rikthehen prap. Asnjëherë në botë. Po? Unë nuk e jap firmën dalin fëmijët e mi jashtë shtetit. Tani kjo është një formë akmarrje se s'po e kuptoj. Nuk e jap firmën dalin ajo të më kalamajt e mi t'i jashtë. Unë e për këtë të da hedhë në gjyq. Kush ka ndje kalamajt e mi jashtë shtetit? Dhe unë shpresoj që gjykata të japi të drejtë. Faleminderit Ladi që të kisha drejt për së drejti në studio. Bashkë ndajemi këtu të nderuar miq për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë miru takofshim.